Tatës e të Birit dhe Shpirtit të Shenjtë. Amen. Hiri Zotit tonë Jezu Krishtit. Tash një hyrtate një kemi shpirt që në qoftë me gjithë e paqja qoftë me ju. Dashur vëllezër e motra, më lejoni që në emër të famullisë dhe në emrin tuaj t'i shpreh mirëseardhjen kardinalit tonë. Është një kënaqësi dhe një bekim i veçantë siç e kena pa këtë ditë nëpër tanë Shqipërinë, se çka po ban Zoti nëpërmjet tij. Du me tregu vetëm një ngjarje të shkurtë. Kjo trupore e Zojës ka nej me vite 19, e shefun prej komunistave, prej frikës së tyre. Edhe mas ramjes së komunizmit, kjo trupore është marrë prej dhëut edhe është ngrit. Kardinali jona shumë i dhanun mas Zojës bekume. Vazhdimisht na thret mos me ju përshtat mentalitetit botës, por me një Krishtin, ligjin e dashnisë. Pra na i të bashkojmë bashkë në lutje, tu i falenderu Zotin për praninë e tij këtu në mesin tonë, edhe t'i kërkojmë Zotit hiret veçanta për jetën tonë. Të filluar duket me shajte, falenderoj që sa më shëtim shumë të ri. Krishtin Zojën e bekume. Me shtarë familjarën që më ka thënë, edhe ju popën që keni ardhur, më bashkët me dhënë lavd në një palatën e Krishtit që të pusë më ndërgjimis. Vëllezër e motra, të përëm kalët tona që në të këntojmë deshish me shtërë shajte. Por them. Hyrë të gjithë përteshëm, dhe ju dhe vëllezër e motra, se sa më ndara shumë, me mendime, me fjalë, me vepra dhe me dëshime, për fajin tim, për madhin fajin tim, prandaj kërkoj porositem së më Mari, gjithmonë Virgje, të gjithë angjëjve, shajteve, dhe juve vëllezër e motra, që të lutemi për mua Zotit Fill tonë. I gjithë përshtetshëm, asë më shkri për ne, dhe falti mëkatet tona e në përçatin jetën e pasosur. Amen. O Zot, duke kremtu me nderim për kujtimin e Shën Marisë Virgjër, të lutena që edhe na, me ndërmjetësinë e saj, ta kena pjesë në plotësinë e hirit tënd, në për Zotin ton Jezu Krishtin, birin tënd, që me ty jeton e mbretnon, në bashkim me shpirtin shajt hyj, për të gjithë shekujt e shekujve. Amen. Lexim për librit e Zakaris profet. Hej, ikni nga toka vërjut, thot Zoti, sepse unë ju pata shpërndar në 4 erët e qielli, thot Zoti. O sjell, ku e lesh, ik ti që banon të bija e Babiloni, sepse kështu thot Zoti ushtrive. Lavdia e të cilit me dërgoj në popull, të cilit ju pata rrëmbyer. Kusht ju prek beben e syrit tim. Ja, unë po lartësoj dorën time kundër tyre, dhe ato do të bëhen prerja e skleverve të vetë. Kështu, do ta kuptoni se me ka dërguar Zoti ushtrive. Fjala e Zotit. Aleluja. Shpirti
Shih e dëgjoj, harroje popullin tënd dhe shtëpinë e babës tënd. Nëse mbreti do t'i pëlqej bukuria jote, nderoj atë, ai është zotëria yt. E bukur është bia e mbretit, e mbështjell me petkë të qëndisur me ar, në petka lara lara ja sjellin mbretit. Përcjellja e saj, shoqet e saj vajza, me harej u prin e me brohori, ja, po hyn në pallatet e mbretit. O Virgjëra Mari, që besove se do të plotësohet çka të thënë qën, çka të që thënë prej Zotit. Në atë kohë erdhën nga në mjekësi dhe vëllezërit e tij, zunë vend për jashtë dhe dërguan dikën ta thras. E kishin rrethuar shumë njerëz. Po i thonë, nëna jote dhe vëllezërit e tu janë për jashtë e po të kërkojnë. Ai u përgjigj, kush është nëna ime e kush janë vëllezërit e mi? Dhe si u holli syt rreth rrotull atyre që rrinin përreth tij, tha, ja, nëna ime e vëllezërit e mi. Sepse kushdo e kryen vullnetin e hyj, ai është vëlla im, motra ime e nëna. Fjala e Zotit. Lodhit e qafti o Krisht. Alleluja, 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 Jezu Krishti. Gjithmonë jetë.
fjala e madhe kur Krishti në ditën qiellit se do me ditë tanë njerëzim, jo vetëm të popullit apo por tanë katolikë bosë, kur në madhi Krishti gjithë pastë. E unë të si mundu në universum, predikate evangelium omni kreature. Ky kërë ditit e baptizat të huj, sa dhabitur. Ky verë nërën kërë ditit, kanë dem nabitur. Fola kështu, si ka por Krishti me gjuhën latinës që ka pas kisha 2 vjeç. Njerëzit janë kryvepër dhe Zotit, përse e kemë njësë hajrë e shpërstritën. I në ka kryu Zotit, ta bëjmë njeriun që mas shamët e gjensimi tonë. Pa është dhe njeri, pas qërën, më shirë e mandin e të madhë Zotit. Pa është dhe njeri, të shpali, dhe zvërt orë së salë firi. Gjithë njerëzit që i ka kryu, materie e me shpirt pa dhejshem, se shpirt është substancë imateriale e immortale, dhe më thonë e pa dhejshme edhe e përheshme. Si shpirt që mas vebër që të banë, ma dhe ka shpëbimin në amshim. Kurse trupi që shërbej me kash euforizëm, trupi tonë shket, nërë të vosht, burë kujena, harrojnë sentencen, qëllimin, abitirin kësaj që i nga ka kryu Zotit. Me shërbu shpirtin për amshim. E shpali i mësën që të popit e mos, fratës, në nëhbeve mësit malen të mëqiritatën që të alem kiribus. O njësit e mos, o njësit e kishajtë. E dhime me dhe mirë, se atë dhe jo i përjeshëm ashtë Parizi. Në këtë tokë jena gjithë në provën me fitu këtë Pariz me dashnin për Krishtin, me dashnin për proflin, me lutin e përdishme, me majtin edhe të urdhimit të madhë Zotë. E keni së vaja po mirë me ja përstrit, si do mos rrinis. Që me të altë djali ri për këtë. Magiste, këtë fashëm të ditë më tamë, po si dhe jam, Zus, shka do të bajnë për me fitu jetën e pasosur, që janë shtektare. Janë me qina mjenë dish që ikin jetën e më shkume. E shpirët e padekshëm, edhe të më thonë, e diçka tjetër në këtë prizëm. Nuk ka vdekje, por në përshim dhe më fukë. Trupi e çdo materje ka fillim e marim. Trupi që materje ka fillim e marim. Por shpirti, anatomikisht, fiziologikisht, embriologikisht e manë. Trupin gjallë a shpirti e lidhur nga format e natyrës njerëzore gjenealogjike. Por shpirti e manë trupin për amshim. Mjerisht thot Krishti vetë, mos keni frikë ata që me trupin. Keni shumë frikë ata që me shpirtin. E këtu është e gjithë për të kuptimi i përditshëm i joni. Sot, o Jezus Zot, çka do të bëjë për me të pëlqyer ty, për me dhe mu vllon tëm, vllon në kuptimin botnor. Kisha është një fillim i lëvish Parizit. Pse po thu? A Krishti? Ose shajte a korpi Krishtit, e gjaku Krishtit. A ku a Krishtit që flet? A dogmatike? Pse me ish kush do, po kisa kush që nuk e beson, është i mallkum. Se kisha ka dogma dhe veta. E pyet dikush në Kashuben shajtin Mojze. E i thot, kalo, rruju, veni ku shket, ashe shajt. Po ku sheti? E pyet Mojze, e usum kësum, unë jam ai që jam, se Zotë s'ka pas kur fillim, as s'ka kur parim. Krijuesi i gjithësisë, për lumit mamatën, për gjithë njerëzimin e shket. Në vim kish, jo për në show, për në kantator, për në kësim, për në qalim presidencial, për në që banë njështë në shket. 2 vjetë janë dëshmi e pranisë Krishtit, e drejtë manukshme të Krishtit, e posës të madhe të Krishtit, që kërkon shtimin, shërbimin e marë njerëzimit. Në kadrën e unijës soshëm, pasqërohet vepra hinore e Krishtit. Pranon i birë Zotit me vesh natyrën njerëzore, misteri më i madh që ka në gjithë shekujt kisha e njerëzimi. Zoti më vesh me natyrën njerëzore, për me naltu e me pështu natyrën njerëzore. Zoti për mes kyçës të dhanë shpirt si formë e materjes e trupit njerëzore. I dërtojt në Zotë manushme se është me kume. 2 fjallë për të manushme në anë e Krishtit. Mendoj që t'ja kemë thënë sa herë edhe për para. Po që me pas devocionin e nderimin e të përqishëm për zënë e bekume.
një shajë me kushëm u të këqil. Një gjurë veshën me rëzë mas nëshme se dilit, me halin për në kam, me kunarën në kry, e me të më thyje, që i është mërtesha e gjithë shekujve, mërtesha e gjithë jetës, mërtesha e qjesarët, mërtesha e farinjit, mërtesha e gjithë shajtëve, mërtesha e njështë farinjit. Ja, këmë thënë, po amë me përstita dhe e tjera. Këbërëndinje për i sjelet, këmë thënë, me është para 6 mush Akpila, po është i varosën. Kërë ka pa të manushën në zonë e bekume, i ka thënë kishë e posë. Një pushtetje pa matën në qërarë, një bukuria e pa matën njerëzore, një mshkir e pa matën që s'ka goj që fletë, një gëzim i gjithë anjëve shajtëve në qilë, atributet ma të qishëm që i ka lanë tërë zozë bekume, që është në harumë për shumë kuj. 2 jetë plasin për fëqinë nësë kishit e gjda element që ka pas kisha në burin e nësë kishë zojës bekume. E lumja, 2 jetë në pamit e veta me Lourdes, me Pompeje, me Fatima e në vënë tjera, ka kërkon që të bolë, me ka nanë e gjithë njerëzimit. Përse si nanë nuk shikon kurrë. Këshja është dashnja pa matën, mëshira pa matën, është e dërsia pa matën. Por, dërsi e mëshirë janë bashkë, se nëse mëshirira këthet me forcën e dërsisë, e më thoi dikush, hajtë pas që kisha është e mirë, më falë. Papa, a bari e mirë, dashnia pa matën, e ka ardhë e dërë pikën e fundë qakut për gjithë njerëzimin. Katolik e musulman se babi i gjithë njerëzimit, zëfej kjoshin, kërjush i sisarot, e ardhë dashnia pa matën për të botën. Por, kërkon pëllëtin e mirë. Në pushtetin e kishtë zëdhët kishë shajte, kun kishë, fillan dera hapi parë për me në parrinjës. Kishtë thë djallit ri, sërva më dalë të mej, majë urdhnimet e atit e më. E këto i përshtit për ditë kishtë gjithë bosë e gjithë e rinjës. Majëni urdhnimet e mija. Kushtemi zojsh me kume në fajtë ma në 17 Mushin 8 vjetë në Kroatirja, në Lisbonë, në Portugal. E lëmoj botën, këthejnë jo ka zoti. Kam arë për me lanë besashin e madhë gjithë njerëzimit. Me u sjallë në dashnjë vlasnore, me i dashnjë e tjetën për shëdetin, me u parimin shajt, kishtë është me i dashnjës, shëvushi gjithë njerëzimit e lumnia pa matën për mshim. Shëvun e veshën e dini vetë se shka ndodhi para 70 vjetëve. Nuk pojemi intimitetet e kosë, por apostazia, bajtisja fes, është e madhë sot në Europë. Edhe në botë në është. Po kam thënë gjithë, jo vetëm këtu që është një vend i vogël, po më ka që zoti në shumë vendet e Europës e të Amerikës. Shkëm parë përqitë unë për me më shumë në tanë, jo. Unë jam një bari i vogël, i pardaj, me përrap fjarin kështit, kudo që jetë, pas që ka folë kështi, e jo me, si me thënë, përthelje. Alë pekum, alë kundar me. O me mu, o kundar me jetë. Kush nuk është me mu, ashtu kundar me jetë, çdo ditë. Të fletë fjala në plët dëshni e Krishtit se i dënë me pa të gjithë njerëzit në Parrinjës. Njerëzit shkret janë të lodhën mu për pasuni, për gërta qele, për fabrika përzina. Çka është e mire për njerëzimin, gjitha dhe të madhë. Por me gjitha të jetë dashnia e mëshira e njohja fesë e dashnisë Krishtit, sa e Krijues i gjithësisë, është i Krijues i gjitha fenëve, është Krijues i jetëson, e vetëm Krishti është një tjetër. Të kalu në përkatu në dëshme që ka Krishti, e kënë një dhe tjera, në Kafarnaum, një grumot djemenç. Të mërtit, kërë edhe këtu përmës qitë fare, në të të më kushirë, ti e i bjeri Zotit, ti e shajti Zotit. Ishi një grumot darash, 2.000 darra e pjetë e madhe. Po ti, apo na leron, se pa me jote është të për masore, ti e Krijuesi i dhëtë qjesë e dhëtë. Futën, djemen në 2.000 darra, në kënet e shduken. Krishti vjen për me eliminu mkatin, për me i hap rrugën e drisë çdo njeriut në jetë.
Krishti ka kriju ndërgjegjën e arsyn, se katolik jena rrët 2 miliard në botë. Po tjertë më thonë në kush, se bota në fillim, në fund të shekullit 20, a kanë 1 miliard. 150 jena 8 miliard e 300 milion njerëz. Ka është parusia, a hajtë gjithë përsteshëm, shtojnë ju shëmonjo, që hytë e qilë që janë ditit, fletë ati gjithë përsteshëm këto. Po këta shpirët ku janë, duhet me pasë se e kanë janë pak së artë shumë hukshi. Çdo njeri të kanë inatizat arsyën e ndërgjegjën. Arsyeja e ndërgjegjja flasin gjithmonë për drejtimin e marrëdhënies, në pastërti, në dashni vllazore, në meshën shajtë, në të përshërve, në falën e gjithë anëmishve, e në lutin për gjitha mishë që mund ta keni kuptuar ju, se faktori që jam gjatë sot, është me mikroshpi, që zi i gjatë se kush se si më kanë hu, ta në fjallët e mija me një mik është dashën që ishte mësi jam kanë me ju, atë ditë 97 parë 60 vjetë, a unë e pi me qëna e dini ju, apo jeni ti ju, se ka kokja. Për kohët e të thanë, duhe me shkatër kishë me mytë krejni, me shtu këthejnë, në banë, do në fjallë mësia. Të thanë, e kam fjallë të dashnja kishtë, në kam su kishtë, me falë mishtë, me i dashën mishtë, edhe më lutë për mishtë. Se shpërbim ju, ka me për një pamatën me 100 qëllore. Këto fjallë, për pa ditën në zhanë, shkujnë në mikrofonin e presidentës Enver Hoxha atëherë, e njën të fjallë, naturisht, në kena folë atëherë se një vitë mirë, atës që janë të më shumë, të pakten, e kam fjallë të dashnia Krishtit, atër në rënë idenë, që ishte në për lidare, tanë shumë, i këtanë popullë me dhe për Krishtin, gjithë të usat. Po, u shtu edhe puna e meshtë që në keni president Amerikanë që ta papa pali 6, me ta në 4 vejë gjithë për shtatë e vërës kërë dhe që i pali president katolik atëherë, i abonum në rëvisin Shëvike në fajnëshën vitë për Moskët, e keni pa dhe ju, Jacqueline me John Kennedy, e që i popullët kërë marstu, që ka ta në meshtë për president Amerikanë, që jam se në autobiografi, por për dashnit pamatë që ka Krishti. E dini për përësit. O, vëllazë në mota të thema ka Krishtin. Ma një ati në orë e dashnia kërkon me dash Zotin me vepra përdishme, me mortifikime, me shetnimin e përdishëm disë, me meshë çdo ditë fest të nume, me dashnin e gjithashme për të manë Zot, me dashnin e gjithashme për nane babë, nuk ka dashnin më të manë se ta se babës. Gjithka është në kalim, nana baba, atë janë shpirti i gjithë rinisë. Për me është edhe thirrje, të fillu për i qëllët e për një shtëran, të unizojnë me tana për qitë e shpirtit, ke me dashtë të dhanë tanë për shqivedetin, shpërbimi ju ka me pen i pamatën me të një qëllore. Jena më lartë të me e taku Krishtin, jo në të najre, në realitet, a me të me të anë që që tonë si shohin. Do është me di diçka tjetër që ndoshta se keni pa në intervjë që ka pa dhe Gabriela Morti me Luciferin, me kryetarin tjerë të marrë punë të tarët. Që e ka thënë, a keni arrua, e keni në internet dashë me e pa. Pa dhe Gabriela Morti në intervjista këmë tarkonë, këmë satana. Aty, bota është e mushën me milione djemen që thotë. E me ba me pa sëtu i djemet e rinja, që Zoti i pëshovët për këtë artia, kishë me dhejtë gjithë periferiket, çdo shtëpi, çdo vend, çdo lumë, çdo pemë, çdo kodër, çdo mal, ka grumë djemesh. Shikoj në internet, mos më besoni mu. E këtu është tastia madhe që për të shpalje. A vëllezër e motra, rrini gati që të lutëm. Përsa miku i vjetër, Luani i vjetër, sjellën rreth për qark, këtë mund të rrajnë, ti ngonin çapojt, thoj, e të përçojnë në fundin e farrit. Që shajnë të shpalë. Këtu kena ardhë me mësu se si me dash Krishtin, se si me dash në anë babë, se si me dash dhosë në botar, se si me i kështë kate i moralitetit. Këtë të urdhimet janë të pathyshme. Natyra jo njerëzore është e brisht, duhet lutja e përdishme. Po atë të pasën, bërë, shajnë të brama, e jo ka thënë Krishti, të mjerë të namë. Këtë përës të homëni, se universë mundë më këtër, anë e bëvërësu të të më parciatë, po ta me gojnë e Krishtit. Shka i blenë qdo në rritë në potë, miliardeve, të gëva qeleve, pasunive, të pamë. Nëse humë shpirtin,
se pasinja më madhe është veprimi i përditshëm në veprat mira për me fitu lumnin e pamatën, shmimin e pamatën. Për ata që duhen me unin shpirt, që kanë tepër, thotë Krishti, këtë së pafrëm, date pa pepës. E për vofënve që ka bashkënit, djesa juj, pasinja juj, për vofën, ma tepër se diri që shnit botën, po që diri të shduket, por këtë vepra do të jetojnë përmshim. E ka mëni fjala Krishti që u ka thonë, verit e bëjnë patës për e për së të rrimë përvar pa antomë sekura. Eni, të bekumë të atë temë, e sotnoni mërtnin, jo vetëm hini, po sotnoni mërtnin e gatuve para gjithë shekuve, mërtnin e lunis që ka ba për bëjartë që në mojnë të vofnis. O Jezus Zot, o nane Krishtit, që i thash njorit, e kështë matë e tua, që nana jote, të dha shpirt në kërsh Krishti, e në nazvet, e kështë filës tu, që i të bjerë, e kora nanë, për amshim zdojnë e bekume. Ja më nuk të shka, që i pataj, dy fjarë për më nuk në zonë e bekume. Me të nesh e 36 miliard hyve, në thonë se diri është i madhë për të në botën. Po së baj, astronomi, janë fjarë që përsitin ta, por janë të njëtët. A hyri Alfa 1 milion herë, a me mas e dili. Hyri Sirius a 2 milion herë, a me mas e dili. Herë kërës të në gjësh mundë për me kuptu. 36 miliard hytë, me të nesh e qësë e rotë, se ka hanën, zë e bekume. Pse ka bu apokalips? Hana për me të rrusa në kosmos. 12 hyet, 12 galaktikat, në galaktikë që kërë dini, të mërë tyje. Me të neshe qisa rotë, me të neshe që të anqëshën, me të neshe e gjithë e zimit, me të neshe e gjumni shqyore. Lume janë e babë, djale vajzë, buri gru, që për mështë e parë zojës bekume, e ka për të pa madhnin e pa matën, si driti shnitë botën, ka më fshin shpirti i familjës e tyne, më më përoj për smundë, janë me qina smundësh i për nini, që tash po thomë më hapa në ekzercicim që do të bëj, që të mori të kërdhin si pandemia për para. Jemi bashku me Evan besën Krishtit, me lift falë në osën në nasim 4 orë, me shetnu me shajte, me dash në nanë e babë, me tonë 4 zarë shajte, me banë që çdo ditë, të dalin për i zamërson, shpërbimi jam shumë. Krishti është me rejë. Mania e pamatën e Krishtit për me kërshë shajte, i banë thirrje gjithë njerëzimit, banë në vrasën. E mërtënia të është një ditë me tojë zamër të gjithë popujve të botës. Se po të ishte mësimi i Krishtit, do një anë tjetë që u kam dashur ju bota do të ishte një kopsh me lurë e me mjartë. A jetë Krishti, në oshta e dini vetë më meson, atëherë në këthetët e kuhën është bota, nëse s'den Zotin gry, të lutemi, të shtish një malë Zotë gjithë, të bashkohen gjithë në tashin thottore, të predikojnë një malë e vogël pagën, Shqipni, e në tanë Europën, e në tanë botën, të majnë tashin për të vofnit, rëzarën shajt e mërteshe që së zënë zëve kume, që i parëshkjët dhe manushmja, nanë që se zënë kosmosim, e se mërsa ato i triumfu, këtë e dini mirë, që e ka thonë që shë Fatima, që njëzimi tjetë me gjimin qëllore, me pashën qëllore, me dashin e pamatën e Krishtit, në vëstimi që të popullë vësë, e me fjallë e madhe, rroth Krishti, lumria e gjithë e zimit e gjithë popullë, me gju në lumit pamatën për më shumë. Kjo du Krishti.
Lutim vllazën bota që flamat e juaj dale për qyshën pa hyjate të gjithë përshtetshme. Zoti e pranon prej duarve të tua, ajo dalë për lavde për të rritë emrin të ti, si edhe për dobi tonë dhe të mbarë kishës së ditës shaj. Pranoj po të lutena o Zot lutjet e popullit tënd, bashkë me dhuratat që po të kushtojmë, dhe ban që me ndërmjetësinë e Shën Marisë, nanës së birit tënd, të plotësohen dëshirat e se cilit prej nesh, në për Krishtin, Zotin tonë. Amen. Zotin qoftë me ju, Dhe me shpirtin që tanë, në artonim zemrat, i kemi të Zotin, falë në rëvi satin hyn tonë. është punë e drejtë dhe drejtë. Për një mend është punë e denjë dhe e drejtë, është detyre jona dhe burim shëllimi, të të falenderojmë gjithmonë e gjithkund, ty o Zot ati mëshirshëm, por sidomos të përkujtojmë në festën e Shën Marisë Virgjën, madhërojmë bulljarin tane me kangën e saj të falenderimit. Për një mend bane vepra të madhërueshme deri në skajin e Butës, dhe për hapën e shekujt të shekujve, bujarin e mëshirës sate, kur shikove me pëlqim mbi përbujtrinë e shërptores sate, e në për të na dhe autorin e shëlbimit të njerëzve, Jezu Krishtin Zotin tonë. Në për të adhurojnë madhërin tane fuqitën gjëdhore, që për amshim ngaldojnë në pranin e fytyres sate. Me ta po të lutena, ban të marrin pjesën e zëra tanë, ndërsa përbujtrisht po themi. Sanctus, Sanctus Dominus, Sanctus, Sanctus Dominus, Deus Sabaoth. Sanctus, Sanctus Dominus, Sanctus, Sanctus Dominus, Deus Sabaoth. Vieni su cieli e terra, gloria tua. Hosanna, Hosanna, in excelsis. Hosanna, Hosanna, in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna, Hosanna, in excelsis. Hosanna, Hosanna, in excelsis. Me vërtet, je shajnë të sot e bëjmë çdo shëtnimi. Ty vrapët lutni, shëtnejë të varata me shpinti tanë, që të banë për një korë për e gjaku i Zotë tonë Jezu Krishtit. Ai kur volontarisht për paran të mënimet, mori bukën tur të vetë dhe shajnë të atë mërvrushme. E që është në të pasqyri, fati hyjatit i gjithëposinitëm, të fanerës me lutën e bekimit. E thej e ora aposteve të nxasve tha, merrni e hani të qëtë pejti. Ky është korpi jam që do të frijohet për ju. Po ashtu, masukitarka, mori dhe kejkun, edhe në gjanë që apostëve të thamë, merrni e pini të gjithë pejti. Ky është thjesht për gjaku tëmë, i beslides së re të mshume, që të dalë për ju e për gjithë njerëzit në shpëblimin e mëkateve. Bani të në përkujtimit tëmë.
misteri fes, kumëtorën në vetën tonë e Zotë, shpanë në njëllën tonë, e pesën tonë tonë, të gëntu për kujtimin e vdekjes së njëllën të vinë tamë, për të kushtojmë o Zotë bukën e jesë në kejpën shërbimit, e për të falë dhe erë që në lejohet që në rëmë të anterë të shërbimit, po të lutimi me përbëjtëni, që shpirtë shajnë nga bashkohë një tërë vetën, gjithsej që marrën pjesë në portën dhe në gjakun e Krishtit. Dhe të binë menu Zotë, për kishën tane të shpërndarin 4 anë të botës, përse se ndashni bashkë me papën tonë, Leonin e 14 arqipeshvin tonë Gjuvanin, im Zotë Ernestin që e prinë këtë Eukaristi dhe gjithë klerin tanë. Dhe të birë në meno Zotë për vëllezërit tanë motra tona të cilë pushun me shpresë në gjalljes, edhe për gjithë ata që vdiqën mëshirën tanë, pranoj edhe ata në dritën e fytyrës sate. Po të lutemi ki mëshirë edhe për ne gjithë, që të bahemi pjesëtar në jetën e pasosën, me Marin Virgjër Hylinsën, me Shën Jozefin fatin e saj, me shenjtrit apostoj, me gjithë shenjtrit dhe gjithë herë pëlqim, që të mandojmë dhe të lëvdojmë në për Jezu Krishtin birin tanë. Në për Krishtin, në me Krishtin dhe në Krishtin, ty aty që të poshtëshëm, në bashkim me shpirtin shajt, të organ dhe rinë lavdi, për të gjithë shekuj të shekujve. Shekushët, e që më shëmësimit të vënurë, marë mësim të thomi, aty shkjerë shkjerë, shajtë nuk johë të njëri, atë më rënja jote, o parë kërë sa jote, shemë shkjerë të të bukën torë të vërdishme, e për njërë shotë, një një fajet të hatë tona, në në fajtonë tonë, e mos të rënë në anë të këtë, në lira për të me sot për qirat shijave, e për mesin tanë dhe pashën të tona, e sajtë e më shia sajtë do të dëmë për qëthmojë për mkalit, e do t'jemi të sigurët për qdo të tërbunimi, në për shërbin e për si zotë të orë, që tonë më shqegu shqepë. Ti e zotë t'jeme re, ti e shqegu shqepë, ti e shqegu. O, zotë Jezu Krisht, tu ke tana pasëve tu, për la pashën, për a pashën të amë, mos e shkëm kajtë tona, për fejë kishë sate. E pjesaj, që më zvole sate, pashë më shkim, ti që e tënë më kanë në shekuj e shekuj. Pashë sot kjo është për herë me ju. Jepja një njani tjetrit shenjën e paqës. Paqë. Kënë gjërët, qaj që shumë ka dhe bosë, të rëmë të ta që ndishëm bosë e qëngjët. O Zot, unë jam i dhejnë që të atjes përësë në tante, Pati të fjallë dhe vetëme, e shpirë të rëmë dhe shumë. Korpi Jezu Krisht Zotë tonë, kjo është për shërbim të më shumë për gjithë njërësimin. Amen.
I more mos Zot sakramentet shëllore e po I luten a mirësisë sate që ne të cilët gëzohna për festën e Shën Marisë Virgjër, duke ndjek gjurmët e saj, të pranojmë denjësisht misterin e shëlbimit ton, në për Krishtin Zotin ton. Amen. Tash siç tha kardinali në fillim edhe gjatë predikimit, ka me ba lutjen e egzorcizmit. Pranaj në këtë moment është shumë e rëndësishme që secili prej nesh të hapin zemrën Zotit, që të pranojnë fjalët e Tij, edhe të marrin bekimin e Zotit nëpërmjet kardinalit. Zoti qoftë me ju. Dhe me shpirtin tënd. Ju bekafshi gjithë poshtetshëm, Atin e Biri e Shpirtit Shënt. Mesha u krye, shkoni në paqe. Falenderoj.
e thëmës bashkët një të një farimi kjo familjatit, që i mnati zatë janë shishmarën, e gjithë popullit e mos të këshovin të rritin fëtaznimin e bekimin. Atën që e në qiell, shkajtë në blot e mënyrë, atë me të një jote, u balë në shka jote, si në qiell ashtu e to, buke tonë të përishme, e në leve sot, na i falë faje tona, si falë nga fajtorë tonë, e mos të nëra mirë me të tim, por na hero nga i keqi. Falë me mëri, Hire plote soti me ty, e benguar mirë në gjitha gra, e benguar shpëtimar për tanë Jezus. Shajtja Mari, nana e të nësot, luto për em kalmor, ta shënë firmë të teke sot. Amen. kjo është në mëriatit e të bërë dhe shpirë dhe shajnë. Si a kene para ta shëpër gjithmonë e jetësa. Të është të përbajmë e zësizmin. Ashtë lutja më forta, ka thënë goja e shajtë Shmegel Arkangjël. Një divoshmit ku pandemia po korte me milionë njësësh për fashës dhëvë. Në asë që populli lutët, e këtë lutje të fëqishme që amaral të kishë, se gjithë tha tërvetet e bosë do të eliminohen. Se gjithë kataklizmat që ndodhë në bosë që tanë astronopoqonë pesh për në rrugë krimen, eliminohet në bandë, se kishë e kryus edhe vizdanë që ka gjithë në dorë. Se gjithë shpunjet që vërtitin për botë e janë me mija, eliminohen. Edhe luftat, gjithashtu në klasë që populli lutet me këtë lutje e petë nimën e gjithashme të zësë bekume. Kjo e latini kam përdru e dinë sa herë të 70 ditë, me fejtë gjallë, kush ka fejtë gjallë, i shtonë sot i nalë zatë. Ma dhe, andoj gabim nësë që nuk kush më da këtë kesh kuptu. Asni egzorcisht banë mërkulli. Në jene ta njës zavas dashnis Krishtit. Mërkulli e banë, dora Zotit, zë e bekume, në excepcion mund të ketë, mos më të thamë, e din tanë, Italia e din tanë, ku a Krishti, pagati, ashërimi, ashtjeta e lumnia. In nome Patris et Filii Spiritus Sancti. Principes gloriosissimi Sancti Michael Arcangeli, defendenos in paritas principes et potestates. Algas directores ten apparat contra spirituale in equisen charitus. Vede ex hominum se sat man pisas et diaboli in persmagno. Te custode me patron sancta venerator Gesga. Tibi tradido sotor sopra festator gandos. Te vergade un pasis et contra satam so pede pessoas una vez captivos tane homis de ecclesiare. Offer nostros países e gospeditissimi. O cito anticenos misericordia Domini. Et a paia ta comis appendem anticum quis dam satam verigatum et asina vision seduc amptis gens. Et in nome Domini nostri Iesu Christi, intercedente Immaculata Virgine Dei Genis Maria, Beatus Apostolos Petrus, Omer Sanctus, Sacra Nostra, autoritate confici, attentazione, la ponte falso, la parola sua, cadebo. Exude Deus, se pento in vicesa pubun, che da faccio del fubus, che c'è se pen, peccato faccio lei. Ex etrusum Domini, fubi da falso vaste, vice Deo, de tributo rati David, alleluia. Fiat misericordia tua, dal subros, con nostro falso ter. Exercitam stasies, ovis mundus spiritus, omis satani capadestas, omis in corso fanas adversari, omis legio, omis congregasse diabolica. In nome e virtù di Domino nostro Gesù Cristo, radicate fugare a te, Chiesa animatus ad imaginum de condides, ac preciosi in sangue de cutalas captivos, te ne homis et ecclesiae, offer nostras paesis conspiratissimi, os cito antissimus misericordia Domini, et apprehendas draconem serpentem antiquum, queste ab Satan americatum et astinabissimum seduct anges et pax et benedicite omnipotentes, Patris et Filii et Spiritus Sancti, censuros et male semper. Amen. Zotë i bekohë tanë me madin e sinore, e madhushme zotë i bekume unë për që të papit një. 400 më shtetot, 400 vjetë ka me pas për qilë. Me ishtë janë shumë. Në Meripi, zdo me banë, për dalime kome shtetësh, ku ishte fjalla me një verbe me një gjërshë. E jesë shpirtnore, e 400 në qëta familje, 400 të mirë për të mazë. Kjo dhe Krishti, o mu gjithë me të mirë. Dashtë të mdhazën e motra tash, se cili prej nesh, si që dini do të mund të marrin bekimin
prej kardinalit, pranaj ju lutem ulen atë tanë, edhe do të fidojmë në rreshtin nga krahu i majt. Me radhë ju lutem e me durim. Ju lutem, diçka shkurt. Ju lutem shumë, mos ulni në gjoj para kardinalit. Ky e ka shumë me bezdi, nuk ka shtetë.